Pasi takimi që ka zhvilluar me disa arkitektë në qytetin e Vlorës në një prej hoteleve luksoze në zonën e ujit të ftohtë, vajza e Donald Trump dhe dhëndri Donald Trump, Ivanka Trump dhe Jared Kushner, janë dalur në zonën e Hidrovorit, pra në zonën e njësisë administrative në Akërni. Pamjet mbrapa krave të mi tregojnë vajzën e Donald Trump dhe ekskortën që shoqëron, duke parë si një zonë investimi apo për potencial investimi zonën e Hidrovorit në Akërni. Pas takimit të zhvilluar në një nga hotelet e qytetit të Vlorës, dhëndri dhe vajza e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Jared Kushner dhe Ivanka Trump, janë dalur në zonën e Hidrovorit në Akërni, një territor i njohur për potencialin e tij të lartë në zhvillimin e turizmit elitar dhe investimeve strategjike. Të shoqëruar nga arkitektë të njohur dhe në masa të repte sigurie me praninë e forcave të shumta të policisë, Trump dhe Kushner kanë inspektuar nga afër vijën bregdetare dhe hapësirat rreth Hidrovorit në Akërni. Vizita është përqendruar në vlerësimin e terrenit, infrastrukturës ekzistuese dhe mundësive që kjo zonë ofron për projekte të ardhshme zhvillimore. Zona e Akërnisë, e konsideruar prej kohës si një nga pikat me potencial të madh për investime të rëndësishme, ofron kushte natyrore të favorshme dhe një pozicion strategjik, çka e bën atë tërheqës për projekte afatgjate në fushën e turizmit dhe zhvillimin ekonomik. Vizita e tyre ka ngjallur interes dhe vëmendje të madhe, duke përforcuar idenë se kjo zonë mund të shndrohet në një pikë kyçe për investime të ardhshme. Pas zonës së Akërnisë, Kushner dhe Trump kanë vizituar nga afër edhe zonën e Zvënecit, por edhe zonën e Portonovës. Të shoqëruar sërish nga arkitektë e njohur, por dhe nga forca të shumta policie, ata janë dalur për disa minuta edhe në këto dy zona, duke parë nga afër si zonën e Zvënecit, ashtu edhe atë të Portonovës, një tjetër ambient me potencial mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit.